Përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe këtë të diel në emisionin Shkollë Gjakove. Mes natyrës së gjelbërimit, ne sot po vizitojmë shkollën fillore të mesme të Ulët, Bajram Sadriu në fshatin Berjah. Do të shohim pak më shumë se si zhvillohet procesi edukativ arsimor në këtë institucion, e po ashtu do të shohim edhe për punën e mrekullueshme që mësimdhënësit bëjnë bashkë me nxënësit e tyre, për t'i bërë nxënësit në fakt vagoni më me rëndësi I trenit të dijes, për t'i bërë ata shembuj të së ardhmes. E jani e na ndiqni, tash po drejtohemi për në shkollë. Shkolla fillore Bajram Sadriu në Berjah u ndërtua si domosdoshmëri e kohës dhe e kushteve të papërshtatshme që kishin nxënësit e fshatrave Nivokaz, Berjah dhe Stubull. Numri I nxënësve ishte I madh, të cilët udhtonin për të mësuar në shkollën fillore në Ponoshet dhe Molliç. Duke qenë se lumi Erenik aso kohë ishte pengesë, nga se mungonte ura për qarkullim për mbi lum, banorët e fshatrave e panë të nevojshme që këto fshatra të kishin shkollën e tyre. U siguruan mjetet financiare për blerjen e truallit nga vetë banorët e 3 fshatrave, të përkrahur edhe nga Bashkësia Komunale e Arsimit, dhe pastaj u ndërtua shkolla e re, e cila filloi punën me 10 tetor 1984. Intervistën e parë në këtë institucion edukativ arsimor më përkatësisht në shkollën Bajram Sadriu në fshatin Berjah, do ta zhvillojmë me drejtorin e shkollës Shaqir Alia. Përshëndetje drejtor, në rolin tuaj si udhëheqës I shkollës, çfarë konsideroni si prioritet? Faleminderit fillimisht që keni ardhur, keni gjetë kohë me orën dhe na vizitu neve. Ne si institucion edukativ arsimor, si prioritet edhe në statusin tim si drejtor shkolle, e kemi ngritjen e cilësisë në arsim. Kur e them këtë, atëherë ne duhet të bashkangjitim disa faktorë, kur nisim nga kjo kemi gjithmonë bazohemi në fushat e kurrikules, kurrikulën bërtham, ku kemi 5 fushat e cilësisë së shkollës dhe secila fushë ngërthen vetvete rezultatet e nxënësve, mësimdhënësve dhe stafet menaxhues. Si fushë e parë cilësisë, për ngritjen e cilësisë në shkollë, faktikisht e kemi menaxhimin dhe udhëheqjen. Tash, sa I përket menaxhimit dhe udhëheqjes, më takon gjithsesi mua kjo detyrë, ku unë në këtë rast përpiqem gjithmonë që të jem një lider, një udhëheqës I drejt për të gjithë dhe t'i trajtoj në mënyrë të barabartë të gjithë mësimdhënësit. Njëkohësisht e ruhet raportin me drejtorinë komunale të arsimit, sepse duhet të kemi një bashkëpunim dhe kemi një bashkëpunim të mirë me drejtorinë komunale të arsimit dhe institucione tjera relevante. Kur jemi në këtë pikë, kisha me cek që në vitin 2016 neve kemi themeluar, kemi bërë komunitetin e të mësuesve së bashku me 4 shkolla tjera, 3 të cilat janë të qytetit që është shkolla Mazlum Puska, kemi shkollën Kelmendri Zvanolli, kemi shkollën Femiagani dhe shkollën Anton Qeta në Dag. Ky bashkëpunimi I joni ka vazhduar, po vazhdon akoma, ku ne vazhdimisht I plasojmë informatat, pastaj kemi shkëmbim përvojash, kemi gara mes njëra tjetrës, aktivitete nga më ndryshmet, të cilat neve I vazhdojmë, po them prap, edhe sot kësaj dite. Këto na bëjnë që neve të kemi vërtet një udhëheqje apo një qeverisje sa më të mirë dhe sa më të denjë. Në si fushë të dytë të kurrikulës bërtham e kemi kulturën dhe mjedisin e shkollës. Nxënësve I them gjithmonë që shkolla është institucion edukativ arsimor. Çka ne e pe kuptu që edhe edukata, ose edukata në këtë rast, ka shumë prioritet, ndoshta se sa arsimimi. Sepse nuk do të kishte vlerë një nxënës I cili mund të ketë një përgatitje arsimore, mund të jetë me të gjitha pesat, ta themi kështu, por nuk e ka një kulturë në vetvete ose familjare tjerë. Ndoshta shumë më me vlerë do të ishte një fëmijë I cili
nuk e ka në ngritje ta marrim kështu të veten personale, mirë po ka një kulturë të mirëfillt dhe që bën ato të jetë një personalitet në vetvete. Ndërsa kur nolem të mjedisi shkollor, lirësht më themi se unë së bashku me stafin dhe komunitetin, punëtorë tekniko-shërbys, kemi bërë një rregullim të mjedisit të jashtëm, po mendoj në këtë rast, të shkollës, ku ju kemi afru nxënësve një qasje shumë të mirë, të këndshme, një midis të ngratë dhe që ata ta ndinë veten mirë, të vinë me dëshirë në shkollë, sepse kanë një oborë shumë në rregull, kanë karrikat, kemi klasën verore, të cilën shfrytëzojnë edhe gjatë procesit mësimor, gjatë orëve mësimore, kuptohet kur koha është e ngratë. Po ashtu tek mjedisi i shkollës, do them se vitin e kaluar, falë drejtorisë komunale të arsimit, neve kemi bërë lyrën komplet të shkollës, që prap është një diçka mirë pozitive në këtë rast, që mjedisi mbrëmshëm të jetë po ashtu i rregulluar. Ndërsa sa i përket banka, karrika dhe mjeteve tjera, jemi të kompletuar. Kjo tashti na bën pak këtu të ndihemi mirë në farforme, kemi mjaftueshëm banka karrika, se një ku kemi pas mungesë tyre për shkak numrit të madh të nxënësve që kanë qenë, ndërsa sot secili nxënës ka një bankë nëse don, një karrik e kështu me radhë. Dhe kësaj duhet t'i shtojmë edhe pajisje tjera teknologjike, mjetet mësimore, të cilat i kemi të mjaftueshme për një proces edukativ arsimor për secilin mësimdhënës që don me zhvillu një orë mësimore. Sa i përket fushës së tretë që është mësimdhënia dhe nxënia, lirisht mund të them me plot gojë se gjithë mësimdhënësit janë të diplomuar, ku tani kohëve të fundit kam edhe një mësimdhënës i cili është duke kryer edhe masterin, që është një përparësi për neve. Ndërsa tek nxënia tani këtu kemi pak një çalim që nxënësit nuk janë edhe aq në farforme, po më duket se ka humbur pak interesimi i mësimit, jo në atë masën çfarë mund ta merr dikush, por thjesht nga vullneti, nga dëshira jonë që të jenë sa më të përgatitur, që të mësojnë sa më shumë, shihet që pak janë më neglizhent këtë drejtim. Kjo ndoshta ka bërë që edhe teknologjia, përdorimi i teknologjisë të shtëpia kuptohet, mund të çorienton pak etj, por thjesht ne e kryejm punën tonë si mas mire. Ndërkohë kisha me ndërlidh automatikisht edhe fushën e katërt të cilësisë, që është zhvillimi profesional i mësimdhënësve. Pavarësisht se thash më herët që gjithë mësimdhënësit janë të diplomuar në lamit përkatëse të tyre, prap neve kemi nevojë për me mësues gjatë gjithë jetës. Dhe në shkollën tonë, pikërisht në sallën e arsimtarëve, e kemi thënien mësuesi duhet të mësojë gjatë gjithë jetës. Ose më thjesht, kur mësuesi ndal të mësuarit, tek mësuesi vdes mësuesi. Kjo na thot shumë, sepse jo vetëm që kam kryer një fakultet, një shkollë, dhe tash çdo gjë përfundoj, jo. Duhet të vazhdoj gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë procesit të mësimit, sepse dihet teknologjia, pastaj njësitë mësimore, zbulimet e ndryshme shkencore ndryshojnë, dhe kështu që mësimdhënësi duhet të jep hap me kohën të përcjell këto ndryshime që bëhen. Te zhvillimi profesional i mësimdhënësve kem pas prap fatin e mirë po e ceki, ku ne si komunitetet mësues së bashku jemi organizuar dhe kemi mbajtur një trajnim që ka qenë me temën vlerësimi, mënyra vlerësimit, dhe bashkëpunim me Gizin Gjerman që aty na ka ndihmuar, domethënë ka ikë financat. Ne kemi arrit që ta kryejmë një trajnim mësimdhënësve të shkollës tonë me shkolla të tjera mike, ta kryejmë një trajnim të tillë të mirëfjallt. Me thonë që s'kem nevojë për trajnime, kemi prap peceke, kemi prap, sepse gjithmonë njëri ka nevojë për me mësu diçka. Bashkëpunim me drejtorinë komunale të arsimit, por edhe me zbashku në këtë rast janë disa përpjekje, po jo diçka shumë konkrete, por jemi ka munduar edhe vetë me bazën e shkollë të kryejmë disa trajnime, kuptohet më tepër për mësimdhënësit e rinj, të cilët nuk e kanë një përvojë të punës sikurse të tjerët, që edhe ata të jenë pjesë e procesit mësimor. Këtu duhet ta cekim se vazhdimisht ose kohë pas kohe neve diskutojmë me mësimdhënësit e rinj, po mendoj këtë rast me mësimdhënësit që kanë një përvojë më të madhe për
për metodat mësimore, për teknikat mësimore dhe shkojnë në për orët mësimore për me pa se si zhvillan një orë mësimore një mësimdhënës se si tjetri dhe që të mëson. Në më thonë, ne kemi një mësim të përbashkët, gjithsesi shkëmbim përvojashe me njëri tjetrin. Kur mbledhim gjitha këto që i thash, edhe shumë tjerë që i kum harruar këtë rast për t'i cekë ndoshta, domosdo që rezultatet dhe performanca nxënësve do të jetë në nivelin e kënaqshëm. Dhe po them, me mburje them se ne edhe pse si shkolla e vogël, këtë rast kur them shkolla e vogël kam fjalën për numër të vogël të nxënësve, gjithmonë duke krahasuar me shkolla të tjera, këtë rast të qytetit, kemi rezultate të shumta në fushat e ndryshme. Në përgaret e ndryshme marrim pjesë vazhdimisht. Jo vetëm në sport, që me disa herë fitues të vende para, dyta, ndoshta edhe treta, por edhe në gara tjerë si që në gjuhës anglezit, kimis, matematikës, e kështu me radhë. Tash, ndryshe është për shkollën tonë, për shembull që kemi me nga një paralele, një klasë me një paralele, ta përzgjedhësh më të mirë dhe ta përfaqëson shkollën e gara, cilat do të qofshin ato të kimisë, gjuhës angleze apo diçka tjetër, ndryshe ndoshta do të ishte me një shkollë tjetër të madhe ku aq sa kemi na nxënës në atë klasë mund të ketë paralele në ajo shkollë. Dhe edhe përkundër këtij fakti, prap rezultatet nuk na kanë mungu dhe që mburrim dhe i urojmë atyre nxënësve suksese dhe më të mëdha dhe që na kanë bërë neve të ndihemi krenar si shkollë, si mësimdhënës, si staf, menaxhues e kështu me radhë. Drejtor, kur jemi tek nxënësit, sa nxënës ka shkolla juaj pasuar me stafin arsimor, e po ashtu sa shihni ju angazhimin e nxënësve edhe ndoshta edhe diferencën mes viteve të numrit të nxënësve. Duke qenë se ju keni edhe goxha përvojë në fushën e arsimit, si do e klasifikoni një diferencë mes vitesh sa i përket numrit të nxënësve? Fatkeqësisht, sikurse edhe në gjithë Kosovën apo mos them edhe në rajon, numrin e nxënësve kemi gjithmonë në ramje sipër. Unë në këtë shkollë punoj që nga viti 1999. Në vitin 2004-2005, vitin shkollor 2004-2005, nga statistikat që kom gjetur nga parasit e mi ish drejtorët, kemi 250 nxënës. Ndërsa sot i kemi vetëm 70 nxënës, nga klasa e parashkollorëve deri te klasa 9. Është një ramje drastike e numrit të tyre. Ju thash, më kujtohet në ato vite, domethënë kur shkolla ka qenë e djegur plotësisht dhe është ndërtuar nga një donacion anglez, është bërë një shkollë montazh. Në atë kohë e mojnë mend unë vetë si mësimdhënës kur janë ulur 4 nxënës me një bankë dhe 4 nxënës në 3 karrika. Ndërsa sot kemi thash edhe më herët një nxënës në bankë, kemi numër mjaftueshëm, domethënë të inventarit të shkollës. Cila ke pyetje tjetër se tash u bën shumë? A keni vërejtë edhe ndonjë diferencë mes gjeneratave? Domethënë mes këtyre gjeneratave, cila është diferenca që ju e keni vërejtur qoftë për nga numri i nxënësve, por qoftë edhe për nga cilësia e nxënësve, edhe gatishmëria e tyre për të qenë pranë në çdo mësim që zhvillohet në një orë mësimore? Ndryshimet janë po ashtu edhe tek cilësia gjithsesi e interesimi i fëmijëve për të mësuar. Në atë kohë, gjithsesi po flas para 10 vite, 15 vite, ndoshta po kthehena mbrapa, më duket që interesimi i nxënësve ka qenë më në nivel. Ndërsa kohëve të fundit disi është zbe ky interesim dhe nuk është ai interesimi ose ai entuziazmi sikur se ka qenë më herët. Arsyet jem ka munduar me gjetë, me ditë, me bën një ulëmtim, ndoshta ashtu ta quaj, por thjesht vetëm fajin kryesor me kalojmë teknologjisë, përdorimit të teknologjisë dhe një mos kontroll ta marrë kështu të mirë fjallt nga prindërit e tyre. Kjo mund të jenë një prej shkaqeve që ka rënë cilësia në mësimdhënie krahasim me vitet paraprake. Drejtor, ju i cekët në pika shumë të shkurtra pak më herët rezultatet e shkollës ose sukseset e shkollës ndër vite. Por çfarë do të klasifikonit ju nëse do të kishit mundësi të na tregonit me patjetër të arriturat e shkollës gjatë viteve të fundit në të gjitha sferat e shkollës, aty ku është përfshirë shkolla Bajram Sadriu? Po, edhe pse prapë cekë me shkollë me numër të vogël të nxënësve, nuk kemi dorëzuar asnjëherë, kem punu në drejtim për të mirën e fëmijëve dhe kemi marrë pjesë në përgara të ndryshme. Jashtë tash do të shohim ndoshta medaljet të ndryshme, mirënjohjet të ndryshme që kemi marrë, ku kemi zonë vende të mira, para, dyta e kështu me radhë.
dhe një diçka që ndoshta ja vlen për me cek në këtë intervistë është se në vitin para sa vite tash mos gaboj, për herë parë kur mbajt gorat e kimisë, i mbajt në Lipjan. Dhe unë atë kohë si mësimdhënës i kimisë, jem shku vetë me nxënës, kam marrë pjesë në ato gara. Nuk jam ndërzu, si kom fregu, edhe pse ka qenë garë e nivelit të shtetit, dhe më thonë nivel shtetëror. Kom shku, kom marrë pjesë, kuptohet, nuk kom zonë në vend ku i di se so, po kom marrë pjesë. Pastaj, më kujtohet fort mirë para sa vite, se tash ndoshta nuk i di me vite me cek, nxënësja shkollës tonë, në garat e Orekës, matematik, është plasu e 8 në nivel të Kosovës. Në më thonë, edhe për ne kjo është një sukses i jashtëzakonshëm. Pastaj, kemi gara e vendet të ndryshme të mira që vlen më mburë në gjuhën angleze, ku ke marrë medalje qoftë edhe të arta, po flasë të argjenta edhe të bronzta, po njëtën gjuhë edhe në garat e kimisë. Pastaj, në garat sportive, janë vendet që kemi zonë handball, kryesisht handball po dhe futball, vendin e parë në nivel komunal. Do të thonë edhe kjo është një arritur, një sukses, një rezultat i cili ja vlen të ceket. Drejtor, po kthehemi pak tek pyetja e parë që ju bëra. Pyetja e parë që ju bëra ishte sa i përket prioritetit tuaj si udhëheqës i shkollës. Ju më treguat që është ngritja e cilësisë në arsim. Kur jemi te ngritja e cilësisë në arsim, normalisht që vagoni i parë i trenit të dijes konsiderohen mësimdhënësit, arsimtarët, profesorët, ata që shpërndajnë të gjithë diturinë dhe dijen tek nxënësit e tyre. Por si do ta klasifikoni ju dhe sot do ta konsideroni të rëndësishëm zhvillimin profesional të mësimdhënësve në shkollën tuaj? Pra sa ka rëndësi që mësimi të zhvillohet në mënyrë adekuate nëse një mësimdhënës është në aspektin profesional të gjitha në rregull? Po, bashkëpunimi mes kolegëve luan një rol kyç në ngritjen profesionale të mësimdhënësit, sepse vetë përvoja e flet vetë. Kuptohet të mësimdhënësit, kjo më tepër vlen të mësimdhënësit të rinj, ku kohëve të fundit i kemi 3-4 mësimdhënës, të cilët nuk kanë një përvojë të madhe në mësimdhënie, dhe ne vazhdimisht bëjmë përpjekje që ata të ngriten të fitojnë përvoja sikurse edhe kolegët e tyre. Tash, vitin kaluar, ne kemi marrë një trajnim me bazë në shkollë, ku e kemi prek pikat kryesore, kryesisht teknikat e mësimdhënies, që ata njihen me ato teknikat, i njohin, t'i përdorin tek nxënësit. Dhe normalisht i kanë përdorur dhe i përdorin në vazhdimsi. Gjë që e bën që ata të ngriten në aspektin profesional dhe kuptohet mundësia për mbajtjen e trajnimeve të ndryshme që janë më tepër gjithë që kanë bëjnë me ngritjen e tyre profesionale në këtë drejtim. Jo që ata nuk kanë një shkollë ose një diplomë adekuate, por thjesht që ata të ngriten vetë për veti në mësimdhënie në këtë rast, që nxënësit jenë sa më të përgatitur ose ta kuptojnë sa më mirë. Unë zakonisht gjatë bisedave që kam me mësimdhënësit, këshilla ime është që ta lidhin mësimin teorik me atë praktik. Edhe gjatë kohës kur kam qenë mësimdhënës, asnjëherë nuk e kam bërë ose mësimin vetëm teorik. Gjithmonë jam mundu që ta lidhe edhe me praktikën, ta sheh konkrete. Kam përdorur teknika nga më ndryshmet dhe normalisht nuk është mirë për një mësimdhënës i cili të shkon në klasë vetëm me një shkëmbës, ose edhe nëse ka një projektor vetëm ta nshon projektor që aty një njësim simor edhe edhe shpjegoj edhe u kry. Jo, nuk u kry. Duhet ta sheh fëmia vet, ta prek, ta përjeton etj. Ne kemi një mini kabinet ta quajmë kështu të kimisë, ku mësimdhënësi mund të zhvillojnë disa eksperimente, ose unë vetë gjatë kohës së mësimdhënies kam kry eksperimente aty. Kuptohet, jo në komedisë sa, po thjesht një përfitim të dioksidit të karbonit, i cili bëhet shumë lehtë. Pak sot bukës, edhe e përzin me uthull, edhe automatikisht vlerohet dioksidi i karbonit, dhe kur fëmia e sheh këtë, ose e përfiton vetë aty në kabinet, atëherë asnjëherë s'ka me harrue për shembull dioksidin e karbonit. Ndërsa nëse vetëm flasim në aspektin teorik, dioksidi i karbonit do të kështu është ashtu. Momentin mes një javë apo një muaj, po ta pyesim çka dioksidi i karbonit, ka me mbet pa informacione, domethënë të duhura ose ka me harruar ato çka i thonë në klasë.
Drejtor, ju, mësimdhënësit edhe prindërit janë i trekëndshi pedagogjik më me rëndësi në zhvillimin e një nxënësi edhe në shikimin e mbarvajtjes të procesit arsimor të atij nxënësi. Çfarë roli luan trekëndshi pedagogjik për mendimin tuaj? Për mendimin tim, trekëndshi pedagogjik luan një rol shumë të rëndësishëm, ka një rol të pazëvendësueshëm. Sepse në 3 hallkat të cilat njërin po ta kpusish, domethënë është put komplet zinxhiri. Kemi një bashkëpunim të mirë me prindrit këtë rast, të cilët ko pas kohe ose sa që ne kemi nevojë i thrasim ata, vinë, na përkrajnë në çdo formë, qoftë për disiplinë, qoftë për mësimdhënie e tjera, por duhet ta cekim këtë rast se edhe në aspektin financiar nuk kanë hezituar asnjëherë që të na ndihmojnë. Apo edhe me punë të ndryshme, si për shembull kur kemi ndërtuar klasën verore, vetë prindrit kanë ardhur me mjetet e tyre, kanë punu falas, kanë bërë saldimin e hekrave, na kanë ndihmuar në gjëra të tjera, në shtrimin e kockave, pjesës së oborrit aty dhe shumë gjëra tjera. Por edhe pse kemi një bashkëpunim të mirë, bëj apel tek prindrit që të kujdesin edhe pak më shumë për fëmijët e tyre. Pavarësisht se mësuesi i mëson në shkollë, por ata edhe një herë t'ja rikujtojnë ose të kujdesin për fëmijët që ata t'i përsëritin ato mësime, në mënyrë që të nesme kur shkojnë në shkollë, atëherë domethënë është shumë i përgatitur në ai fëmijë. Dhe drejtor, për fund, çfarë ofron shkolla fillore mesme Ullët Bajram Sadriu për nxënësit e shkollës? Shkolla Bajram Sadriu në Berjo ofron një mësimdhënie cilësore, ku kemi një staf të përgatitur shumë mirë, ku kemi mjete mësimore të bollshme, mjaftueshme, ku kemi laptop, kemi projektor, kemi televizionet të mençur për përdorimin e tyre, kemi terrenin sportiv, e kemi 2 terrene sportive faktikisht, e kemi klasën verore, e shumë gjëra tjera, të cilat këtë rast s'po kujtohen, po thjesht për një mësimdhënie sa më cilësore gjithsesi dhe ai fëmijë i cili don me mësu, i ka të gjitha mundësitë për me mësu. Shumë faleminderit drejtor për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për juve. Mësimat në këtë shkollë ligjërohen për klasën e parë deri në të 9-ën dhe mësimdhënësit kujdesen që nxënësve t'i ofrojnë mësime sa më të mbara dhe arsimim cilësor. Me Arlinda Ajroni, mësimdhënëse klasës së parë këtu në shkollën Bajram Sadriu në fshatin Berja, do të flasim pak më shumë në lidhje me rolin e saj si mësimdhënëse, e po ashtu edhe me teknikat e ndryshme që ajo përdor në një orë mësimore. Përshëndetje. Përshëndetje. Cilat janë disa nga teknikat që ju përdorin sa i përket angazhimit të nxënësve në klasë? Gjatë procesit mësimor mundona të përdor një larëmani të ndryshme të teknikave, gjithmonë duke përshtatë kapacitetit të fëmijëve, moshës dhe ambientit për temën e natyrës së mësimit. Duke qenë se bëni aktivitete të ndryshme në një orë mësimore, sa inkuadrohen nxënësit në ato aktivitete, sa janë ata të gatshëm që të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme që i organizoni edhe vetë ju gjatë një ore mësimore? Nxënësit gjithmonë shpreh një gatishmëri të madhe që të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme, sepse çdo aktivitet që ne bëjmë, ata zhvillojnë aftësi emocionale, krijuese, psikomotorike dhe sociale për ta. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe për. Nxënësit e klasës së parë që ne vizituam rezituan edhe disa vjersha me tema të ndryshme të cilat i kishin mësuar. Përshëndetje. Përshëndetje. Qëndron, si e ke mbi emrin te? Asone. Qëndron, cila është lënda jote e preferuar këtu në shkollë? Matematika. Matematika. E ju përpara jush e keni librat edhe të gjuhës shqipe, keni abetoren. Cila është shkronja e fundit që ju e keni mësu? Z. Z, kur jemi tek shkronjat dhe kur jemi tek gjuha shqipe. A din ti më na recitun ndonjë vjersh që e ke mësu? Po. Cila është ajo? Margaritorët e gjuhës, 36, margaritorët janë dhurat për klasët e parë. Dikur s'dia të lexoj fare, asnjë fjalë në abetare. I mbusha fletoret me margaritor, unë vogloshi klasës parë. Një pjesë të natës e bëra dikt, a e u duke për shpirit.
të lumt që ndroni, unë ty të uroj shumë sukses, e bravo e vazhdo të mësosh edhe shumë me shumë vjersha të tjera. Faleminderit. Një tjetër intervistë, ne tash do ta zhvillojmë edhe me Liorin. Përshëndetje Lior. Përshëndetje. Lior, cili është sporti yt i preferuar? Futbolli. E kur jemi këtu tek shkolla, lënda jote e preferuar, cila është? Matematika. Matematika. Ju jeni tash në orën e gjuhës shqipe. A do të kishe pas mundësi që me recitu një vjersh për ne, duke qenë si ju vetë edhe po përgatiteni, sepse keni festën e abetores, që i keni mësu edhe të gjitha shkronjat. A mund të në recitosh neve një vjersh? Abetore, është me shumë tretore. Në Kosovë e diaspor, fëmijët të kanë meteor. E po qeshur rish do herë, libra tjera të bëjnë tjerë. Shumë faleminderit Lior, bravo, unë ty të uroj shumë suksese, e bravo që e keni mësuar edhe vjershën për abetorin, e për gëzima që i keni mësuar edhe të gjitha shkronjat, sepse tash kur të kaloni në klasën e dytë do të jeni edhe më të suksesshëm. Faleminderit shumë. Një tjetër intervistë, unë do të zhvilloj tash me Erinën. Përshëndetje Erina. Përshëndetje, unë quhemi Erina Shabane. Erina, çfarë keni bërë ju sot në klasë? Çfarë keni mësuar? Kemi mësuar gjuhë shqipe dhe matematik dhe kemi dalë në tabele, kemi shkruajtë me shkrumës, mbledhje dhe me herë. E në gjuhën shqipe, çfarë keni mësu ju sot? Cilën shkronjë keni mësu? Me shkronjën më të re se e kena mësu është Z. Shkronja Z e keni mësuar edhe të shtypit edhe të dorës, apo? Po. E Erina, duke qenë se jemi të gjuar shqipe dhe tek shkronjat, ndonjë vjersha e din edhe ti si shokët e tu të klasës që na recituan? Cila është? Mësuesja. A mund të na recitosh? Po. Shta gjët dhe bekuar, shta gjët dhe mirë, na mëson mësuesja për herë me dëshirë, asnjëherë lodhur me zërin si përri, vetëm duke na mësuar që të fitojmë ditë të ri. Shumë faleminderit Erina, shumë suksese. Faleminderit. Mësimat në këtë shkollë zhvillohen edhe në kabinetet të ndryshme me anë të teknologjisë, gjë që ju mundëson edhe nxënësve që mësimin e ligjëruar nga mësimdhënësi ta mësojnë dhe ta perceptojnë shumë më lehtë me metoda të ndryshme. Me arsimtarin Altin Hadrin, mësimdhënës i gjuhës gjermane, do të flasim pak më shumë në lidhje me rolin e kësaj lënde e po ashtu dhe me rëndësinë e integrimit të teknologjisë në një orë mësimore. Përshëndetje. Përshëndetje. Së pari ju falenderoj shumë që keni ardhur në shkollën tonë. Si pikë e dytë, rëndësia e gjuhës gjermane është shumë e madhe, duke marrur parasysh që është lidhur ngushtë edhe me profesione të tjera, si lande e re mund të them që është mirëpritur shumë mirë, por kemi sidomos edhe disa vështirësi. Mund të them për shembull sepse gramatika e gjuhës gjermane është pak e vështirë, por mundohemi përmes teknologjisë ta bëjmë më efektive dhe më të lehtë. Teknologjia është domosdoshme në epokën moderne, por mund të them se i ka edhe përparësitë dhe mangësitë e veta. Përparësitë është shumë efektive në orën mësimore, nxënësit dhe mësimdhënësit kanë qasje më të lehtë në informata, po ashtu mund të them sepse mundemi gjithmonë të shpjegojmë edhe më lehtë. Tjera çka është edhe një pikë shumë e rëndësishme, përmes teknologjisë mund ta bëjmë edhe mësimin e personalizuar, për shembull unë gjithmonë bëj materialet, edhe mundem me përshtat me njësitë mësimore. Tek pjesa e mangësitë për shembull, ndonjëherë kemi edhe probleme teknike, por edhe nganjëherë për shembull mundet me qenë edhe e dekoncentron ndonjëherë ndoshta edhe nxënësin, sepse kur ka ngarkesë të mëdha përmes teknologjisë, kuptohet që i ka edhe mangësitë e veta. Por nëse marrim si një përfundim, ka më shumë përparësi, edhe unë mirëpres shumë pjesën e teknologjisë, sidomos në gjuhën gjermane, pasi gramatikën e bën shumë të lehtë për nxënësa edhe normal. Kemi punë pak më shumë në përpilimin e materialeve, por sepse duhet në dy gjuhë, edhe në gjuhë shqipe edhe në gjuhë gjermane, por është shumë efektive. Duke qenë si ju vetë se cekët, që për ju është një metodë të jetë e mirë, por nxënësit sa e mirëpresin metodën e mësimit me anë të teknologjisë kur jemi edhe tek gjuha gjermane për shembull? Në fillim ka qenë sfiduese, por me kalimin e kohës, duke marrë parasysh jo vetëm materialet, por edhe pjesën e bëjmë edhe kuize. Unë zakonisht bëj kuize përmes platformës Kaot, edhe nxënësit e mirëpresin shumë mirë, bëhet më atraktive,
edhe mësojnë shumë informata të reja, gramatikën sidomos munden me mësu edhe përmes KO-t, është shumë mirë pritur. E duke qenë se jemi të nxënësit, ne vetë se po flasim për nxënësit dhe çdo gjë në shkollë sillet rreth një nxënësi. Cili do të ishte një mesazh që ju do t'ja dedikonit një nxënësi në rrugtimin e tyre arsimor ose edhe më tepër në etapat e tyre të së ardhmes? Një mesazh për nxënësit do të ishte shumë i qelluar që i pret një punë e vështirë, një rrugtim i vështirë me shumë sfida, por edhe me momente të bukura. Sigurisht që edhe dështimi është pjesë e suksesit, por mendoj që do t'ja dalin. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi dhe për mua. Një tjetër intervistë unë do ta zhvilloj edhe me Bertinën. Përshëndetje Bertina. Përshëndetje, unë quhem Bertina Nivokazi, jam nga klasa 9. Bertina, duke qenë se ti janë në klasën e 9, që i bie edhe pak në shtator do të vazhdosh për në klasën e 10. Por klasa 10 është janë mundësi të reja, hapen dyer të reja, por për të menduar pak edhe për profesionin e së ardhmes. A ke menduar ti se çfarë do të ushtrosh në të ardhmen? Një profesion që ndoshta të ka pëlqyer ty pak më shumë. Po, më pëlqen mjekësia, e kam pas pëlqem si nga fëmijëria, edhe besoj që kam e vazhduar në të ardhmen. Shumë mirë Bertina, por kur jemi te shkolla, ndalojmë edhe pak te shkolla. Sa i pëlqen cilësia e arsimit këtu në shkollën tuaj, në shkollën Bajram Sadriu, duke përfshirë edhe të gjitha teknikat të ndryshme që mësimdhënësit i përdorin gjatë një ore mësimore? Po, mësimi bëhet shumë atraktiv dhe shumë i lehtë për nxënësin për të mësuar, se çdo orë, në çdo lëndë kemi mësime të tjera, aktivitete të tjera, si me projektor, aktivitete me detyrat shtëpis, projekte e shumë tjera. Mësimi bëhet shumë i mirë dhe është shumë e lehtë për nxënësin më mësua dhe më kenë më i qartë në të ardhmen për ta. Ti vetë se e ceket projektorin, do më thënë që ju pëlqen pak edhe pjesa e teknologjisë. Sa shihoni ju këtë pjesën kur një mësim shpjegohet me anë të një projektori, me anë të laptopave të ndryshëm, edhe a është ai mësim efektiv për ju? A e mësoni ju më lehtë kur një mësim shpjegohet nëpërmjet teknologjisë apo vetëm nëpërmjet pjesës teorike në klasa normale? Jo, mësimi bëhet më i lehtë përmes teknologjisë dhe është shumë më i kuptueshëm për ne. Kënaqësi është me marrë çdo orë këtu, po mundësit janë pa mundshme, po shumë mirë është me majtë përmes teknologjisë dhe është shumë ma lehtë për neve. Shumë faleminderit Bertina, shumë suksese. Faleminderit juve. Klasa e 9 në këtë institucion edukativ arsimor mëson lëndë të ndryshme me arsimtar të ndryshëm, të cilët kujdesen që të ndërtojnë bazat në të cilat do të fokusohet edukimi dhe vjueshmëria e suksesshme e nxënësve. Me arsimtarin Abedin Haxhiu, mësimdhënës i gjuhës shqipe, do të flasim pak më shumë në lidhje me rolin e tij si mësimdhënës në këtë shkollë, e po ashtu edhe me disa nga metodat e ndryshme që ai përdor. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm, kënaqësia është e jona. Arsimtar, duke qenë se ju jeni mësimdhënës dhe profesioni i mësimdhënësit është i shenjtë, sa mendoni që një mësimdhënës ndikon në jetën e një nxënësi ose cili është roli i një mësimdhënësi në jetën e një nxënësi? Pas familjes, një mësimdhënës është person kyç në jetën e një nxënësi. Duke nisur nga përvoja ime që arsimtarët e mi kanë ndikuar shumë në jetën time dhe kam pas fatin që të kem arsimtarë të mirë, sepse shkollën e fillore kam kryer në fshatin Shëremet. Andaj edhe këtu përpiqemi, gjërë në fund të jap maksimumin tim, dhe natyrisht rrallë që kam qenë edhe shumë i kënaqur nga jo në atë kuptimin e cilësisë, po kam pas dëshirë që sa më shumë nxënësit të arrijnë nga përvoja ime që mundu me punu me ta, po edhe nga kujdesi i tyre edhe nga interesimi i tyre për mësimin. Jo munduar që t'jem sa më i lirë në kuptimin pozitiv, në kuptimin e dhënies edhe metodës bashkëbiseduese me ta, që nxënësit mos të friksohen në atë kuptimin të jenë të lirë të shprehin mendimin e vet dhe ta japin përgjigjen e duhur. Kur kanë menduar se din, kur s'kanë menduar se din, ju kanë menduar në atë mënyrë sa më të pranueshme për ta. Duke qenë si ju vetë se folot për motivimin e nxënësve, për mënyrë se si nxënësit duhet të motivohen për të vazhduar edhe me punë të mira dhe me mësime sa më të mbara. Kur jemi tek pjesa e motivimit, nëse do të ishte një mesazh ose një fjali që do t'ju drejtonit nxënësit për sukseset në të ardhmen e tyre, cili do të ishte ai? Cila do të ishte ajo fjali? Motivi më i madh që do ta përmend unë
që ka përmendi madhe ynë, që na ka drejtu e kemi si me thonë yllin polar tjetës unë, na infrashin. Punë, natë e ditë, që të shojmë pak e zdritë. Të thotë, të punojmë sa ma shumë, e mbase të kapim pak, të mrim ato që dojmë. Kjo është mesazhi im. Mesazhi im tjetër është që mësuesi, familja të bashkëpunojnë shumë në me veti, që në mënyrë nxënësin ta kemi në mbikëqyrje pozitive, thëmë të, që t'jetë sa ma një sukseshëm në jetë. Unë e di sot, për shembull, në këshillë që ma ka thonë arsimtarët e mi, sot dhe për me, për të mirë. Kur jemi tek raporti mësimdhënës prinde, po ashtu edhe nxënës, por më saktë raporti mësimdhënës prindër, sa e konsideroni të rëndësishëm që të mbahen mbledhje të ndryshme ose takime me prindër për të kuptuar edhe më shumë suksesi i nxënësve dhe mbarvajtja atyre në procesin mësimor? Kjo është shumë e rëndësishme dhe është jetike. Ky tregon që didaktik tash më i famshëm i përmendur, prind mësues nxënës duhet të funksionojë gjithmonë. Kemi fatin e mirë në këtë shkollë, që edhe prindërit janë shumë të arsyeshëm, funksionojnë gjitha, bashkëpunimi me ta në aspektin kolektiv dhe individual. Edhe nxënësit fatmirësisht i kemi, natyrisht është produkti dy palëve, duhet me dalë e mirë. Duke munduar që ta zgjedhim për më të mirën për më të mirës. Shumë faleminderit arsimtar, ishte kënaqësi, vazhdoni me punën e mrekullueshme. Ju jemi mirënjohës për vizitën tuaj, edhe jam i lumtur e kënaqur që një gazetar si ju përdor këtë fjalor të juaj të pastër kështu. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Është mision unë që ta flasim sa më mirë, sa më rrjedhshëm në gjuhën shqipe. Faleminderit shumë, gjithë të mirat. Përshëndetje Eduarda. Përshëndetje, unë jam Eduarda Hasoni në klasën e 8. Eduarda, duke qenë se ti je në klasën e 8 dhe tash je në një etapë të re, i mësoni lëndët me arsimtar të ndryshëm. A do ta veçoje një lëndë si më të preferuar tënden? Po, është lënda e gjuhës shqipe, cila më pëlqen për arsye se kohëve të fundit ajo ka filluar duke u dërmuar, dhe gjithashtu më pëlqen shumë për me mësu letërsinë, gramatikën, po edhe historinë e gjuhës sonë. Shumë mirë Eduarda, kur jemi tek shkolla, a ke menduar ti që çfarë do të vazhdosh në të ardhmen tënde tek një profesion tjetër ose studimet më saktë, çfarë do të studiosh në të ardhmen tënde? Do të kisha pas dëshirë se isha një profesoresë e gjuhës shqipe, një mësuese gjuhës shqipe. Shumë mirë Eduarda, duket se gjuhën shqipe e paske në gjak që në moshë të hershme atë ka pëlqyer edhe kur ke qenë edhe më e vogël? Po, kam pasur. Shumë mirë Eduarda. Po dalim pak nga shkolla, sa i përket hobit ose diçka që ti e bën në kohën tënde të lirë, një aktiviteti, cilin do ta preferoje pak më shumë, një aktivitet që ti e bën me më shumë qejf kur ti ke kohë të lirë? Kur kam kohë të lirë, zakonisht shkruaj diçka që kam kaluar gjatë ditës, për shembull në ditorin tim, ose shkruaj një poezi ose diçka. Ndonjë poezi. Në cilin zhanër bazohesh pak më shumë, ndonë se jemi për shembull tek poezia? Për çfarë preferon të shkruash më shumë, apo vetëm për përditshmërinë? Për përditshmëri edhe për natyrën, pëlqen më shumë. A mendon ti që në të ardhmen tënde duke qenë se shkruan poezi të ndryshme, a mendon që do ta botosh ndonjë libër me krijimtari? Ndoshta, se jo. Nëse ti vazhdon të shkruash edhe kaq shumë poezi, edhe proza të ndryshme, tregime të ndryshme, pse jo, sepse me të vërtet poezi të ndryshme nga të reja e të rinj si ju, që me të vërtet duan gjuhën shqipe dhe duan që gjuha shqipe të mbetet e pastër siç ka qenë kohë më parë, duhet që të votojmë libra, sepse vetëm në atë formë ne do ta ruajmë edhe më shumë gjuhën shqipe. Shumë faleminderit Eduarda. Faleminderit juve. Merci. Shkolla është institucion edukativ arsimor që për detyrë ka të ndrejtoj dhe drejtoj rrugën e nxënësve drejt së ardhmes. Vizioni i këtij institucioni mbetet arsimimi i mirëfillt, krijimi i një klime pozitive dhe një mjedisi cilësor ku nxënësit do të kenë mundësi të shpalosin shumë për aftësitë e tyre, synimat, dëshirat dhe ëndrat, sepse siç ka thënë John Dewey, edukimi nuk është përgatitje për jetë, edukimi është vetë jeta. Vizituam sot shkollën Bajram Sadriu në fshatin Berja. Ne pam se si zhvillohet procesi edukativ arsimor në këtë institucion. Pam nga puna mrekullueshme, nga mjedisi mrekullueshëm dhe nga cilësia e arsimit që ju ofrohet nxënësve në këtë shkollë. Vazhdoni të qëndroni me ne. Ishte kjo shkolla, por na presin edhe shkolla të tjera më pas.
deri të dielën tjetër në ora 17:30. Mirëmbëjtje.